kur dalin. Atëherë, ky sulm presupozon që votuesit e mundshëm të Lëvizjes Bashkë votimin, po të mos kandidoja unë, do votonin me do e mos ashtu siç duan ata që ma bëjnë mua këtë sulm. Paskush nuk e di se për këtë do votonin, po të mos isha unë kandidat, votuesit e Lëvizjes Bashkë. Për mendimin tim, shumica dërmuese për tyre thjesht nuk do shkonin fare të votonin, sepse nuk duan të kenë të bëjnë me asgjë që lidhet me emrin e Edi Ramës apo të Sali Berishës. Siç mund të thotë Berishisti që ti po bën lojën e Ramës, mund të thotë patronazhisti i Ramës që ti po bën lojën e Berishës, sepse këta thonë ti je opozitar, pse s'bëhesh opozitën, këta tjerë thonë ti je i majt, pse nuk bëhesh me të majtën. Kështu që akuzat mund të të vinë nga dy anët dhe kur të akuzojnë nga dy anët, kjo tregon që ti je në rrugën e drejtë. Kur je të pakënaqur të gjithë të këshim, ti tregon që je në rrugën e drejtë. Tjetra, çdo parti duhet mësohet të fitojë me forcat e veta. Do të thënë, Lëvizja Bashkë, cili do rezultat të ketë, qoftë 15%, 20%, unë nuk e di, qoftë edhe mrekullin vetë që unë fitoj, do jetë rezultat që ne e meritojmë. Dhe partitë e tjera nëse duan të fitojnë, duhet përpiqen të fitojnë një vot më shumë se të tjerë. Fitore elektorale Arlind. Një sekond. Po them, vije vete në vendin e PD-s apo të PS-s. Nëse këto parti duan të fitojnë zgjedhjen, duhet mësohen të fitojnë zgjedhjen me forcat e veta. Do të thonë, duhet mësohen që të marrin një vot më shumë se kundërshtarët. Versioni që ne nuk marrim dot një vot më shumë se kundërshtarët. Prandaj aman jepi një shtyrë karrocës tonë të vjetër, nuk funksionon. Politikisht po them edhe herë, ne jemi në politikë se duam të fitojmë me forcat tona, duam të fitojmë me mbështetjen e qytetarëve. Dhe nuk do të më shohësh mua në një ditë që të them, aman që të fitoj unë, lidhuni të gjithë si quhet dikur aleanca e qelbësirave,